Ermal, të përshëndes, cilat janë dhënat që ke mundur të sigurosh sa i takon hetimeve që po vijon SPAK për shpenzimet online që ka kryer ish çifti Meta Kryemadhi? Atëherë edhe pse prokuria e posaçme i ka komunikuar zyrtarisht akuzat ish presidentit Ilir Meta ato të korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurisë, të njëjtat akuza në fakt janë komunikuar edhe ish bashkëshorte së tij Monika Kryemadhi vetëm disa ditë më parë. Tashmë prokuria është duke vijuar sërish hetimet në lidhje me këto vepra penale për të cilën ata janë marrë zyrtarisht të pandehur. E nga veprimet hetimore është zbuluar edhe një kartë tjetër bankare që është vënë në dispozicion ish çiftit Meta Kryemadhi nga biznesmeni Ardian Shatku, ku nga deri më tani ka rezultuar se të kenë shpenzuar nëpërmjet kësaj karte, të kenë dalë si shpenzime $220.000 të cilat janë shpenzuar nëpërmjet veprimeve online kryesisht nga çifti Meta Kryemadhi, pretendon prokuria e posaçme. Në fakt është biznesmeni Ardian Shatku i cili ka kërkuar, le të themi, mbështetjen apo ndihmën nga çifti Meta Kryemadhi për të lidhur një marrëveshje interkoneksioni dhe për favorizimin e kësaj marrëveshje ai u ka vënë në dispozicion disa karta banke ku për të parën në fakt kemi raportuar dhe më herët ku rezultonte se ishin kryer disa blerje online nga Monika Kryemadhi, ku vlerat të cilave kryesisht përdorej, po themi, për blerje të veshjeve në dyqane të ndryshme në vendet të Bashkimit Evropian. E gjithashtu nga hetimet e thellura të prokurisë ka rezultuar se edhe një tjetër kartë banke e vënë në dispozicion nga biznesmeni Shatku, ku deri më tani është zbuluar se është, po themi, është ezauruar një shumë prej $240.000. Nga ana tjetër, më herët në daljet publike, avokati mbrojtës i ish presidentit Ilir Meta ka mohuar që të ketë patur dieni për vënien në dispozicion të kësaj karte bankare, por ai është shprehur se gjitha këto veprime i ka kryer ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Por nga ana tjetër, edhe vetë zonja Kryemadhi në daljet publike ka mohuar të ketë patur në dispozicion një kartë banke të cilën t'ja ketë vënë në dispozicion, le të themi, biznesmeni Shatku, por hetimet e prokurisë kanë zbuluar se pikërisht kjo kartë është vënë në dispozicion nga ky person për të bërë të mundur, po themi, lidhjen e kësaj marrëveshje, bëhet fjalë në fakt për vitet 2014-2015.